Vëzhguesit e partive do të kenë mundësinë të monitorojnë procedurën e transportit të fletëve të votimit, që vi nga diaspora që prej momentit të mbërritjes në dogan deri në institucion. Pra që të jenë prezent në ambientet caktuare siç është ambienti i doganës dhe ambienti i administrimit. Le ta mbikëqyrja dhe momentin kur dorëzohen në KQZ. Po pra le ta shoqërojë të gjithë dërgesën, ç'të keq e ka, e gjin ata formën. Pra procesi është i gjithë mund ta mbikëqyrë. Në mbledhjen e Komisionit Rregullator në KQZ, 25 shtetas kërkuan registrim nga lista e votuesve nga diaspora. Përkatësisht 25 shtetas kërkuan tërheqjen nga lista e zgjedhësve jashtë vendit, sepse për arsye objektive 25, sepse për arsye objektive të lishme ata do të ishin brenda territorit të Republikës së Shqipërisë, ndërsa 42 prej tyre kërkuan që të ndryshonte adresën. 42 shtetas kërkuan përditësimin e adresës, sepse nga momenti që kishin bërë kërkesë për regjistrim dhe kërkesa ishte miratuar, ishin zhvendosur nga ajo adresë. Administrata e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve gjithashtu bëri me dije se qysh prej publikimit të listës përfundimtare të votuesve nga jashtë nuk ka pasur ankimime në KLG për regjistrimet e migrantëve.